Më lejoni të filloj me një konstatim me cilin besoj që do të pajtohemi gjithë, që barazia para ligjit është një prej premtimeve thelbësore të çdo shteti demokratik, por që kjo barazi nuk matet vetëm me ligjet që miratojmë, as vetëm me institucionet që ndërtojmë dhe forcojmë, por matet me pyetjen nëse qytetari, kur ka nevojë për drejtësi, ka edhe qasjen e duhur në institucionet e drejtësisë dhe mund të arrijë atë. Prandaj ndihma juridike falas nuk është thjesht një shërbim që ofron shteti, është një garanci që drejtësia të mos mbetet privilegj vetëm për ata që kanë më shumë para apo që e njohin dikën sistem, por të jetë e qasshme për secilin qytetar. Sot po e hapim javën e ndihmës juridike falas me një qëllim të qartë, të informojmë sa më shumë qytetar për të drejtat e tyre dhe për mundësinë që kanë për t'i mbrojtur ato. Në këtë mision, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas luan një rol të pazëvendësueshëm për me zyrave rajonale, zyrave mobile dhe bashkëpunimit me organizatat partnere. Ndihma juridike falas sot është më afër qytetarëve se kur më parë. Ajo arrin në komunat tona, në komunitetet tona dhe tek njerëzit që shpesh kanë më shumti nevojë për mbështetje. Arrin te gratë viktima të dhunës, te komunitetet jo shumicë, te pranuesit e ndihmave sociale, pensionistët, nënat vetë ushqyese, te qytetarët që pa këtë mbështetje do ta kishin shumë më të vështirë të kërkonin dhe të gjenin drejtësi. Dhe rezultatet flasin vetë. Vetëm gjatë vitit 2025, Agjencia dhe organizatat partnere kanë ofruar ndihmë juridike falas për më shumë se 10.000 qytetarë. Forcimi i sistemit të ndihmës juridike falas mbetet prioritet për Ministrinë e Drejtësisë, sepse shteti ligjor nuk ndërtohet vetëm duke miratuar ligje të mira. Ai ndërtohet duke u siguruar që çdo qytetar të ketë mundësi reale t'i gëzojë dhe t'i mbrojë të drejtat që i garanton ligji. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për ju si ushtrues detyre i drejtorit, por edhe për të gjithë zyrtarët e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, për organizatat partnere dhe për partnerët tanë ndërkombëtar që kanë kontribuar në ndërtimin dhe zhvillimin e këtij sistemi ndër vite. Kontributi i tyre ka ndihmuar që ndihma juridike falas të arrijë te më shumë qytetarë dhe në më shumë vende të Republikës sonë. Uroj që gjatë kësaj jave, mesazhi ynë të arrijë te çdo qytetar që ka nevojë për mbështetje, sepse drejtësia është vërtet e barabartë vetëm atëherë kur është e qasshme për të gjithë. Ju faleminderit. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që sot ju drejtohem në konferencën hapëse të javës së ndihmës juridike falas në moton që flet qartë mbrojtë drejtën tënde. Kjo javë paraqet mundësinë të rëndësishme për të reflektuar mbi punën e bërë për të forcuar bashkëpunimin institucional dhe për të reafirmuar përkushtimin tonë të përbashkët për të siguruar qasjen e drejtësi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Qasja në drejtësi është një nga shtyllat themelore të një shoqërie demokratike. Ajo nuk nënkupton vetëm ekzistimin e ligjeve dhe institucioneve, por mundësinë reale që çdo qytetar të ketë mbështetjen e nevojshme për të mbrojtur dhe realizuar të drejtën e tij. Pikërisht ky është misioni i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Të nderuar të pranishëm, në zyrat tona nuk hyn vetëm lëndë. Hyn njerëz, hyn gra që kërkojnë mbrojtje nga dhuna, hyn prind që nuk dinë si të mbrojnë fëmijët e tyre, hyn të ri që përballen për herë të parë me institucionin, hyn persona të diskriminuar, qytetarë që luftojnë për të drejtën në pronë, për pension, për dinjitetin. Në ato moment, ndihma juridike falas nuk është vetëm procedurë, ajo është orientim, është siguri, është fjala e parë e qartë në një situatë të vështirë dhe shpesh herë është hera e parë kur qytetari e ndjen se shteti po e dëgjon. Pikërisht për këtë arsye, misioni i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas ka peshë të veçantë. Të nderuar, korniza kushtetuese e Republikës Kosovës e përcakton ndihmën juridike falas si kategori kushtetuese.
ndërsa ligji ngre sistemin që garanton çastje efektive në drejtësi për qytetarët që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare. Kjo do të thotë se puna jo nuk është vetëm funksion administrativ, është përmbushje e një detyrimi kushtetues dhe publik. Viti 2025 e dëshmoi qartë këtë mision në praktikë. Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ka siguruar shtrirje për ndihmë juridike falas në të gjithë territorin e Republikës Kosovës përmes 7 zyrave rajonale, 23 zyra mobile dhe zyrës mobile lëvizëse. Vetëm në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas ka ofruar ndihmë juridike falas për 6.797 qytetarë. Stafi ynë ka ndërmarrë 6.936 veprime juridike, ndërsa 733 lëndë janë referuar të avokat për përfaqësim dhe shërbime të mëtejme. Kur këtij angazhimi i shtohen edhe organizatat jo qeveritare, partnerët e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, numri i trajtuar në vitin 2025 arrin mbi 10.000. Këto nuk janë vetëm statistika, këto janë mjera raste ku një drejt ka marrë formë konkrete. Por vlera e vërtetë e këtyre shifrave kuptohet më mirë kur shohim se kush ka qenë në fokusin tonë. Në fokus kanë qenë kategoritë më të cënueshme: viktimat e dhunës në familje, viktimat e dhunës në bazë gjinore, viktimat e trafikimit me qenie njerëzore, fëmijët, të miturit, personat e diskriminuar, personat e dhunuar seksualisht gjatë luftës së fundit. Prej secilin prej këtyre grupeve, ndihma juridike falas nuk është thjesht shërbim, është mundësi reale për mbrojtje, është hapi i parë drejt viktimit të besimit, është mbështetje kur njeriu ndodhet i pambrojtur. Të nderuar, po aq i rëndësishëm ka qenë edhe bashkëpunimi institucional dhe ai me organizatat e shoqërisë civile. Rezultatet që prezantojmë sot nuk janë rezultat i punës së një institucioni të vetëm. Ato janë rezultat i një partneriteti të ndërtuar ndër vite dhe mbështetjes së vazhdueshme nga Ministria e Drejtësisë. Bashkëpunimi me institucionet e drejtësisë, Odën e Avokatëve të Kosovës, komunat, universitetet, organizatat e shoqërisë civile, si dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, OSB, UNDP dhe GIZ, si dhe organizata tjera që vazhdojnë të mbështesin avancimin e qasjes në drejtësinë në Kosovë. Të nderuar, GIZ ka mbështetur trajnimet profesionale dhe aktivitetet me student, UNDP ka mbështetur funksionimin e zyrës mobile lëvizëse dhe proceset të reformuese të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, OSB ka mbështetur konferencën dhe aktivitetet vetëdijsuese, ndërsa partneriteti me organizatat e shoqërisë civile ka zgjeruar shtrirjen e shërbimeve aty ku është më e madhe. Një falënderim i veçantë i takon edhe organizata o partnerët e agjencisë, Institutit Kosovës për Drejtësi, Programi për të Drejtat Civile në Kosovë, Avancing Together, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Social Housing and Property Rights in Kosovë, Qendrës për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Rajonal, të cilat i japin kontribut të rëndësishëm në zgjerimin e qasjes në drejtësi për qytetarët tanë. Të nderuar, java ndihmës juridike falas duhet kuptohet pikërisht në këtë frymë, si javë e taljes drejt qytetarit, jo si javë protokollit, por si javë e pranisë sonë publike. Kjo do të thotë se ne do të jemi pranë qytetarëve, në komuna, pranë studentëve dhe të rinje, në aktivitete informuese me grupe të cënueshme, në qendrën e azilit, në sesione tematike për të drejtat punësore, në qendrat për të mitur dhe në fund të javës me panajirin informues në Prishtinë dhe në komunikim të përditshëm përmes fushatave vetëdijsuese. Njëkohësisht ne e dimë se puna jo nuk përfundon me aktivitetet e kësaj jave. Përpara nesh janë dhe hapa të rëndësishëm strukturor, forcimi i kapaciteteve njerëzore, rritja e mbështetjes buxhetore, finalizimi i reformave ligjore dhe konsolidimi i planifikimit strategjik të ri të agjencisë gjatë vitit 2025 dhe në fillim të vitit 2026 janë zhvilluar punëtori të rëndësishme për projekt ligjin e ri për ndihmë juridike falas dhe për planin strategjik të agjencisë. Këto procese janë thelbësore, sepse një sistem që përgjigjet më mirë qytetarit duhet të mbështetet jo vetëm në vullnet, por dhe në ligj, më të mirë, në kapacitete më të forta dhe me koordinim më të thellë institucional.
Me këtë rast, dua të shpreh minjohen time të sinqert për stafin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Puna atyre nuk matet vetëm me dokumente apo me procedurat e kryera, puna atyre matet me durimin për të dëgjuar, me profesionalizmin për të orientuar dhe me ndershmërinë për të përfaqësuar interesin publik. Shumë qytetarë e njohin shtetin pikërisht në zyren, në telefonatën apo takimin e parë me një zyrtar të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Dhe fakti që ata largohen me shumë qartësi, me shumë siguri dhe me shumë besim është merit e këtij ekipi. Le ta bëjmë bashkë drejtësinë më të afërt, më të kuptueshme dhe më njerëzore për secilin qytetar të këtij vendi. Informohu për të drejtën tënde, mbroj të drejtën tënde. Ky është vizioni jonë, ky është misioni i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Faleminderit. It's a pleasure to join you today at this conference, organized in the framework of the Free Legal Aid Agency Week. This initiative provides an important opportunity to highlight the essential role of legal aid in ensuring access to justice for all. As it was mentioned multiple times here, access to justice is a cornerstone of the rule of law, yet for many individuals, unfortunately, particularly those from vulnerable groups and non-majority communities, this right remains out of reach. Legal, linguistic, economic, and structural barriers continue to prevent people from fully exercising their right and seeking remedies when those rights are violated. Therefore, free legal aid is not simply a service, it's an essential tool for ensuring equality before the law. It enables individuals to understand their rights, navigate complex legal systems, and access fair and effective remedies. In this sense, legal aid underpins the enjoyment of many fundamental rights, particularly the right to a fair trial. The OSCE mission in Kosovo has long recognized the importance of strengthening access to justice. Through our mandate and programmatic activities, we are committed to supporting the initiatives that brings justice closer to all communities. We are particularly pleased to support this conference and the broader activities of the Free Legal Aid Agency, including an awareness-raising campaign that is aimed at informing the public, especially non-majority communities, about the agency's expanded mandate and the services. It was mentioned multiple times, and I have to repeat, laws alone are not enough. Their impact depends on whether residents of Kosovo are aware of their rights and know how to access them. This is why public outreach and awareness raising is so important. Through targeted communication efforts, including television broadcast and social media outreach, this initiative aims to ensure that information reaches those who need them most. By doing so, we can help to bridge the gap between the legal entitlements and their practical realization. The OSCE mission in Kosovo continues to support the Free Legal Aid Agency in strengthening its standards and efficiency, helping ensure that those in need, including survivors of domestic and gender-based violence, non-majority communities, and residents from rural areas, can effectively access to justice and protect their rights. For 3 years, we are very proud that we have been supporting young women and men to complete apprenticeship program with the agency. 3 young women and men are now assigned to both central and regional offices, where they have the opportunity to really contribute to the protection of rights of those who are in need. Further, our support to the cooperation between the Faculty of Law Legal Clinic Center and the Free Legal Aid Agency is an investment in the future that ensures accessibility of the justice system for all. This year, fortunately, we are cooperating with one of the partner NGOs of the Free Legal Aid Agency to provide direct support to the refugees, returnees, displaced persons, and vulnerable members of non-majority communities in accessing public services. And I want to use this opportunity, and I want to thank Free Legal Aid Agency because you helped us to spread the word among your partners. Over the years, through the sustained financial and technical support, the OSCE mission in Kosovo has contributed to building a more responsive and inclusive legal aid system, one that is better equipped to reach vulnerable groups. Let me conclude by emphasizing that access to justice must be inclusive. No one should be left behind due to language, location, ethnicity, or social economic status.
ensuring that all individuals, regarding of their backgrounds, can access legal assistance is fundamental to building a free, fair, and democratic society in Kosovo. The OSCE remains committed to supporting Kosovo institutions and civil society organizations in advancing these goals. Thank you very much for your attention.